Nga politika kështu, duke mbështetur SPAK-un dhe duke parë tek SPAK-u një institucion krejtësisht pavarur? Me dukje është kjo punë, varet si duket. T'ju duket ju? Se mos më duket. Do më thënë, me që më kanë parë sytë, dherë tani nuk më duket, këto 30 vjetë e kusur. Tani shofim, po gjerë tani jemi ke korupcioni galopant në rritje, apo jo, nën kujdesin dhe drejtimin e lavdishëm Amerikanë dhe Evropian kemi qenë, apo jo. Por për fat keq, Shqipëria është këtu ku është. Atëherë, të bëjmë qik analizë më serioze. Dakor, a mund të futemi në një fazë më agresive të Amerikanëve me sy drejt Shqipërisë dhe SPAK-ut? Për luftën ndaj korrupsionit flas. Po pse s'ishin agresiv gjerë tani? Për shembull, lind pyetja. Pse tash u bën agresiv? Se erdhi Trumpi. Apo ja, s'ka shpjegim tjetër, se derisa ishte Blinkeni dhe këta e thoshin Edi Rama është njeriu i suksesshëm, apo ja, është udhëheqës shteti. Atëherë le të bëjmë çik analizë pse u bë ky agresivitet. A është i vërtetë apo jo? Mendohet se kjo vjen nga administrata Trump u reklamua shumë fillimisht, sidomos nga PD-ja, që këtu tani, këta janë Sorosit, Sorosin e urren Trumpi, edhe prandaj do të ketë tashi që ka ardhur Trumpi, këta Sorosistët edhe Maduro do të goditen. Kjo ishte një gjë që u trompetua shumë. Tani, unë do doja të ishte kështu, po kam dyshimet e mia dhe tyra